Грејната сезона во Тетово започна пред еден месец поради ниските температури. Во меѓувреме воздухот во Тетово и околината се повеќе е загаден. Онлайн податоците за мерењата на квалитетот на воздухот покажуваат дека Тетово се движи на граница на дозволениот квалитет. Еколошките здруженија истакнуваат дека Тетово нема еколошки акциски план кој треба да се подготвува на секој 5 години, додека годишните планови, како што велат, се прават само формално. Në bazë të planit aksionar bëhet edhe programi vjetor, në bazë të nevojës dhe në bazë të problemeve që i ka qyteti. Mirë po fatkeqësisht edhe këto procedurat bëhen për programe vjetore bëhen vetëm sa të kalon në procedura ligjore, sa të plotësohet nevoja ligjore, po fatkeqësisht në terren nuk tregohet. Sendi më i thjeshtë që mund të bëhet dhe duhet të bëhet është pikërisht të fillojnë me larjen e rrugëve, për shkak se problemet me PM 2.1, 2.5 momentalisht janë shumë më të koncentruar, janë shumë më të dashme se ajo që ishte më para me 2.10. Од друга страна, од општина Тетово велат дека веќе имаат краткорочен план за периодот ноември 2025 март 2026 и преземаат конкретни активности. Inspektorati komunal i ambientit të komunës së Tetovës në përputhje me planet dhe rekomandimet për masat afaqshkurte për ajër të pastër, do të shtojë aktivitetet në terren gjatë periudhës së sezonit të ngrohjes. Gjatë javëve në vijim, inspektoratet komunal do të kryejnë kontrolla më të shpeshta në të gjitha ndërmarrjet që përfshin fabrikat për prodhimin e mobiljeve, punëtorive të ndryshme, automekanikave. Sigurisht që qëllimi kryesor është kontrollimi i mënyrës së funksionimit të pajisjeve të filtrimit dhe respektimi i obligimeve të mbrojtjes së ambientit. Од општината додаваат дека веќе излегле на терен да контролираат дали овие работилници користат гуми и масла за да се греат и доколку се утврдат такви случаи ќе бидат преземени законски мерки.